Qa ime është pragmatike dhe shkencore. Duhet t'i shikojmë me të njëjtin shikim, edhe pushtusit romak, edhe bizantin, edhe serb, edhe anxhuin, edhe osman, edhe italian, edhe gjerman. Sepse kjo mendësia islamofobike, kjo të gjithë të tjerët i ka amnestuar dhe merret tanë kohën si pllake prishun e gramafonit, vetëm me pasojat e sundimit osman. Ndërsa, studiusit më serioz të periudhës sundimit osman, evropian, si që në Robert Mantroni, për shembull, Noel Malcolmi, Peter Bartley, pastaj edhe autor tjetër që Peter Sugari, për shembull shumë të tjerë, kanë nxjerrë konstatime që diametralisht të kundërta me konstatimet e historianëve shqiptar, të cilët për hir të së vërtetës duhet të thënë që studimet e tyre më shumë i kanë bazuar në tezat e historiografëve slav, serb edhe rus, se sa që janë studime mirë filli. Pra, edhe nga kjo pikpamje, vetëm kam dhënë disa indikacione që kjo histori duhet të rishikohet, duhet të reinterpretohet në mënyrë korrekte të vendosen të gjitha pikat mi i dhe na të shohim cilat kanë qenë pasojat e të gjitha pushtimeve dhe cilat kanë qenë rezultatet e atyre pushtimeve, ashtu që na pastaj të kemi një pamje më të plot për të kaluarën tonë historike.